Përshëndetje miq të gazetës Lajm dhe mirë se vini në intervistën e radhës. Kësaj radhe në fokus të këtij emisioni do të kemi çështje ekonomike, respektivisht do të flasim për procesin e privatizimit, të cilin do të na rrëfej apo do të na jap pak më tepër sqarime me që rreth këtij procesit në fillim të vitit që ndodhi gjatë aplikimit të sistemit shumë partijak, shumë kishte zëra se shqiptarët ishin të përjashtuar nga ky proces, nga privatizimi i pronës shoqërore në atë private. Për të bashkëbiseduar lidhur me këtë temë në emisionin e sotëm kemi ftuar analistin e zhvillime politike, po sidomos me theks të veçantë atyre ekonomike, zotin Xhevdet Hajredinin, përndryshe ish ministër i financave. Mirë se erdhët, zoti Xhevdet. Mirë se gjithë. Zoti Xhevdet, kur zyrtarisht kishte filluar ky privatizimi apo transformimi, ju jeni bashkë i profesionit edhe mund të na flisni diçka më tepër rreth këtij procesi për të cilin kishte zëra në fillim të viteve të 90-ta, po vazhduan edhe deri ditëve të sotme se shqiptarët ishin si të them të përjashtuar nga ky proces i privatizimit, respektivisht transformimit të pronës shoqërore në atë private. Jo rastisht Fezi, ti e përmendish fjalën privatizimi i pronës shoqërore. Por jo rastisht do kësaj here, me qenë se kjo temë, po është aktuale. Atëherë deri sot flitet për një lloj privatizimi kriminal, që në parim kanë të drejtë ata që e quajnë privatizim kriminal. Mirë po, prona private si institucion, në njerëzimi aparaqit ajo me 10.000 vjet prona private ka funksionuar. Të parën herë dhunë mbi pronën private ushtroi Lenini me nacionalizimin në 1917. Shumë lehtë me dhunë e suprimoi pronën private e nacionalizoi, por edhe e bani pronën shtetërore. Mirë po, kur është fjala për Jugoslavinë, ka një moment që duhet theksohet. Jo rastisht edhe ti tash e përdore fjalën privatizim. Në Jugoslavia e Titos, që ajo që ishte, në formën e pronësisë ka një ndryshim prej 1951. Kur deshte Tito, gjoja të shpallit të proklamoja një lloj tjetër socializmi, antistalinist, kulturë Stalinit, e shpikit të shëqujtën pronë shoqërore. Edhe me ligj të vitit 1951, shpalli se fabrikat dhe kooperativat u dorëzohen në menaxhim punëtorëve. Do me thënë, edhe dol prona shoqërore. Kësi lloj nocioni, sintagme, pronë shoqërore, nuk ekziston në botë. Kemi pas probleme edhe në komunikime me përfaqësuesit e jashtëm, edhe në 90-tave edhe në fillim, edhe më vonë, si t'u shpjegojmë se bota nuk njeh përveç pronë private ose pronë shtetërore. Prona private ka lloj modifikimesh, shoqëri aksionare, por në esencë janë pronë private. Kur është çështja e kthimit të atij procesi historik, se pa dilemë është se socializmi komunizmi, edhe ajo forma më radikale e komunizmit, për shkak të pronës shtetërore, jo për tjetër. Nuk shkonte prona shoqërore dhe ekonomia e tregut kurse si. Prandaj edhe Bashkimi Sovjetik, edhe Rusia, Bashkimi Sovjetik që ishte fuqi e madhe e barabartë gati me Amerikën,
ra vetë-vetiu, jo me dhunë erdhë pa dhunë ra socializmi. Mund për shkak të pronës shtetërore, pse nuk ishte efikase edhe ngeli mbas. Ishte pa të qenë proklamuese me pronën shtetërore, ma mirë zhvillohet fuqitë prodhuese, ekonomia, praksa tregoj se ajo e pa vërtet të tregoj. Mirë po, jo rasisht, në ai proces edhe në ligjin në Maqedoni, i cili u aprovua, u miratua në qershor të 1993-ës, nuk përmendet fjala privatizim, po transformim të ndërmarrjeve me kapital shoqëror. Pse? Për shkak se, mbasi ishte proklamuar edhe 30 vjet përpara, prej 51-shit, se fabrikat dhe kooperativat që dorëzuan punëtorëve në qeverisje, do të thonë këtu nuk ka nevojë për privatizim, po thjesht u shpallën se janë të privatizuara ose u përdor të prona shoqërore me atë që ato punëtorë që deri atëherë kanë ngelen pronar. E ku është tash rranja e pakënaqësisë së pozitës së shqiptarëve në Maqedoni. Nuk kanë qenë të pranishëm shqiptarët edhe ato 30 vjetët e fundit në atë menaxhimin e pronës të ashtu të shoqërore. As pak. Pse? Edhe me atë ligj të 51-shit nuk u nacionalizohet toka përveç prona mbi 10 hektar tokë. Pronar mbi 10 hektar në Maqedoni shqiptar nuk ka pas as në gishtat e njënës dorë. Do me thonë, ajo prone imët private e tokës ngeli prone private. Ajo, kurse prona shoqërore kretu pranuan në punë prej atjere, absolut të shqiptarët nuk kanë qenë të pranishëm, përveç punëtor ndihmës dikundi, roje, korrier, postier, jo vetëm punëtorët, por edhe të struktura udhëheqëse ka qenë 99% Maqedonas. Kështu që jo rastisht ligji gjatë periudhës të kuptohemi, aty du të shpjegoj, se në qershor të 93-ës, qeveria e partijake u formua në Maqedoni me praninë në shtator të 1992-shit, 10 muaj përpara. Procedura e aprovimit ligjit për transformimin zgjati afër 2 vjet, se ashtu ishte me ligj. Njerë shkoj në diskutim publik, me muaj, me vite, a kupton? Vrejqet. Ma në fund, më kujtohet si sot, pse ki model privatizimi ju aprovuan në Maqedoni, që të ngele, të konsiderohet se është transformume, privatizume, s'ka qetër nevojë të mirit punëtorëve, edhe deri tash kanë qenë ata. Mirë për në ligj, ajo që me të drejt u shpallë se është privatizim kriminal, në ligj kaluan shprastina që me një nen e lanë që mund në atë transformimin e pronës të marrin pjesë strukturat udhëheqëse drejtorë. Drejtorët ishin 100% Maqedon, prej përpara. S'ka pas drejtorë. Vetëm për ilustrim. Tetove në Gosivar, kur 99% deri krejt të udhëheqësisë në piramiden e kompanive ekonomike, shoqërore, kanë qenë Maqedon. Kështu që ato u shfrytzuan. Më kujtohet se një lloj transformimi në Jugosllavi e përdori edhe Ante Markovići i njoftër, kur mundoheshte Jugosllavia edhe të antarësohet në Bashkësinë Evropiane. Kështu që e shpallën 60% të pronës shoqërore ma të privatizuar.
pse u bën pronar krejt punëtorët. Punëtorë shqiptarë s'kishte. S'kishte për shkak që e përmenda. Kështu që në atë kohë, një e dyta, unë jam në atë kohën kur ishte ligji në diskutim publik. Nuk ishte... Macedonia ka pas ministri të veçantë për transformimin e pronës private. Nuk kanë qenë ministri të financave e ekonomisë. Ministri speciale me ministër tjetër. Për thonë, nuk them unë se po të ishim ne shqiptarët në to krejt, se dhe ishte ndryshe. Se raporti i fuqive ishte i atill. Klima ishte atill. Që të jepet punëtorëve... Politikisht nuk mund të bëjë diçka? Politikisht s'ke vota, ligji... Parlament kujtohet, kryetari ishte i parlamentit se anandoi. Por ne tha, edhe deri tash kemi bind punëtorët se është prona e juaj, edhe me këtë koncept, ja lama punëtorëve. S'kishte ati dikush tjetër të shkoje, se ato i kishin edhe në kontabilitet, se janë ato punëtorë. Punëtorët nuk ishin. Kështu që të flasësh për atë kohë, edhe sot, se një e dyta po duhet të theksohet edhe kjo. Në qoftë se është për pasojat, edhe kjo formë e transformimit, direkt i prekim ma shumë, mund punëtorët, ato 100.000 punëtorë që ishin në ndërmarrjet e mëdhaja, të cilët me ramjen të tregjeve ndërkombëtare, pa tjetër do është të mbyllën. Nuk ishte si për shembull ajo Shelezara, Teteksa, ato maja humbën tregun ata. 100.000 punëtorë Macedon ngelen pa rroga, a privatizimi kriminal u bë, e morën drejtorët me atë nenin se mundet ato të marrën pjesë në transformim të ndërmarrjeve. Ato me anë të kredive për i bankave u bën pronar dominant edhe vazhduan. Por edhe kjo duhet theksohet. Shumica aty në ndërmarrjeve definitivisht u likviduar. Në tërësi apo në pjesë më të madhe. Ngelen në numra në gishta që ngelen që ishin suksesshme. Për shembull një Okta, një ajo Cementara, që kishin për ndryshe shkuën, a nuk ngelen, më kujtohet edhe shumë për e të në të qinëve menager, për shembull, i rikëshin punëtorët, se ngelen pa penzion, pa sigurim social, pa kur gjë. Këto s'kishin për shqiptarëve si shkat mirit, se edhe para s'ishin aty, as pak, a kupton. Edhe kjo fras, kaloj kështu duhet shpjegohet si ato disa elemente karakteristike që ishin përjashtim nga një e dyta kush mund të t'i bleja ato ndërmarrje atëherë. Edhe pse? Ato ishin falimentuar. Shteti ku të marrë parë? Ku kishte kapitalist që mund të t'a bleje dhe një ndërmarrje? Ka pas rrogat nalta për para në komunizëm të drejtorëve të kretë, për në ka pas kapitale 100.000 milione që të bleje ndërmarrje. Shteti cili s'kishte e ka pas atëherë 1.000 Macedonia. Shteti vetë nuk mund të ekzistojë, të bleje ndërmarrje pa të presë. Një e dyta, edhe këtë duhet të dëshmoj. Edhe shkencëtarët më të mëdhej, në atë kohë që u angazhuan, të propozojnë forma të privatizimit, të drejtë ata. Kanë thujt, privatizim të suksesshëm apo jo të suksesshëm nuk ka pas. Ka pas vetëm privatizim të jo suksesshëm. Shkencëtar sloven Menzinger. I atëhershëm nuk e di është ende besoj, se është gjallë. S'ka mund të ketë. S'ka mund të ketë, se ato pronat u shkatruan vetë-vetiu. S'kishte kush as t'i bleje, as t'i shetë. Ranë. Këto janë pasojat që ajo formë e privatizimi që i përjashtoj. Kjo ajo që deshta të thonë, të dinë njerëzit, se nuk ka qenë dëshirë apo faj i diku individualisht. Kjo ka fajnë të sta përzorë. Kalun edhe 35 vjetë, ku du t'i gjish fajtorët? Ku
Naturalisht nuk ekzistojnë, madhe nuk do ekzistojnë. Një dita talami të shqiptarët. Vëmëroja kishte në parlament ishte shumicë më të madhe, 37 deputet. Asnjë as atëherë ato nuk dolën të thonë se të propozojnë diçka tjetër. Shkon taj procesi aty, edhe sot e kësaj dite edhe në Kroaci problemet serioze ka nga mbeturinat e kapitalit të pa privatizuar. Sot në Kroaci, në Sloveni, nuk është këtu. Mos bisedojmë për Rusinë, mos bisedojmë për Bullgarinë, për ato. Nuk pat privatizim jo kriminal askund në planet. Se 1/3 e planetës dolën në shitje, blerës nuk kishte çmime të rënda. Normal, kur është oferta shumë e madhe, kërkesa nuk o, çmimet bëj. Edhe shkuan ato që u gjetën në atë moment, u shpallën pronar, edhe sot disa u shkatëruan, sa rritën do të suksesu, u likviduan më vonë. Kështu që deshta të theksoj rrethanat objektive njëherë që kanë qenë. Jo se fajtorët kush kanë qenë, se kush t'ishte ndryshe s'kishte mundësi ta bëj. Mund të këtë një rast. Kishin ato se i thonë tregu sekundar i kapitalit, që ngjau edhe këtu. Mbase disa u banë pronar, punëtorët atë këtë, mandej ato pronarët numri madh nuk kishin ndikim të ndërmarrjet. U ashitshin aty në që kishin ma tepër. Akcione, i grumbullojshin edhe aty disa edhe ka edhe ndër shqiptar që u banë milioner, po shumë pak, a kupton. U banë pronar të kapitalit. Tuke i blerë të shfrytzu ato, se një 15% të aksioneve të kapitalit të ndërmarrjeve ju dha fondit pensional. 15 punëtorëve, mandej kështu nda ato. E mandua më kujtohet atëherë se ishte më vorë, dhe mundet disa. Se kërë dalin në të ashtuqytur trek sekundar të shitjes kapitalit, që njërëzit lloj nevoja kanë pas, dhe kush nuk i duhet, ajo i shet. Po dhe vijë më thëshin ato, dhe vijë dhe kush edhe për 1 metër katror në qendër Shkupit, dhe japë 10.000 euro, mark. Po i thësha unë, po ne që atë kërkojmë, dhe japët pare dhe shkojnë buxhet. Ama dhe ajo ka qenë, kur apërvu kjo formë e privatizimit, ka qenë, por nuk thoshte eksplicite, se dhe vinë shqiptarët dhe do t'i blejnë. Që shumë raste ka që i kënë blejnë ma vonë, me çmim matë, po u kënë bëjë dhe u banë pronar. Mos i përmendi me emne, u banë edhe pronar, shumë letë. Kjo mendojsha se duhet për herë të ketë parasysh ky proces objektiv i asaj kohë. Mos posedojmë për politikën, se sa ishim gjendje, kur ende këtu në Maqedoni në atë kohë, ende organizoheshin demonstrata në mbështetje të Miloševićit mes Shkupit. Demonstrata për mbështetjen e Miloševićit, për shkak se Maqedonia duhet të jetë në ndikimin sërb, që ballafaqohemi me simptome të tilla edhe sot. Zotë Eredini, edhe para se të ndroj fokusin të kalojmë te politike, kam edhe një pyetje krejt të shkurt. A ekziston ndonjë përqindje sot zyrtarisht kështu, apo qoftë edhe jo zyrtarisht, se sa nga ky proces për të cilin pak a shumë ju thatë se ka qenë një pjesërisht edhe i kriminalizuar, kanë përfituar shqiptarët në marrjen e asaj që ishte shtetërore në private? Po nuk ka qenë shtetërore. Ajo ka qenë... Ajo shoqërore, ngeli aty ku ishte. Nuk erdhë në akt që të marrë kush ka doje. Vetë modeli i transformimit, hajta përdorim privatizimit, ishte i atill që për shkak të kësaj karakteristike të pronës shoqërore, për shkak se edhe para nuk ishin aqet pranishëm. Shqiptarët nuk mundishin të diku të që këtë pjesë do hapëm këtine, këtë pjesë kush ta bëje? Shteti s'kishte as të drejt formale të funksionojë ashtu. S'mund që të propozojsh ashtu se cili shtet, cila qeveri, ku do marrë.
Ishte shpallë privatizuar që është përpara. 60% qysh në kohën e Markoviçit. Do të thonë prandaj është zgjedhur modeli forma e transformimit. E transformimit ka qenë atill që i ka me automatizëm ka kaluar. Me automatizëm ka kaluar. Nuk ka ardhur në renditje të privatizohet. Një lloj tillë i privatizimit. Ashtu. Zoti Eredini, Ali Ahmeti kohëve të fundit dhe BDI-ja edhe krerët e saj, do të thonë të Partisë Bashkimit Demokratik për Integrim, nuk kanë lënë paraqitje publike pa folur për rrezikun nga ajo që quhet serbski svet bota serbe. Në këtë kontekst ato gjithnjë kanë akuzuar qeverinë e tanishme Mickovski me vlenin se këto janë pikërisht fajtor që është shtuar, siç thonë ata, ndikimi në Maqedoni. Ju nga ana tjetër në paraqitjet e tuaja që i keni të vazhdueshme të çdoditshme, keni thënë se Ali Ahmeti është shembull flagrant i cili ka patur marrëdhënie të mira me Vučićin në këtë kontekst edhe me botën serbe. Qëndroni akoma në këtë qendrim? Tani të kuptohemi kur përmendet Ali Ahmeti, mendoj se është për të ardhur keq që kështu personalisht aty. Njëri i cili në skenën politike funksionon si kryesori në marrjen e vendimeve dhe që nuk mban përgjegjësi. Ky fenomen politik nuk ka në botë. Dikush tjetër kryesori që merr vendime, a përgjegjësi nuk ka, për shkak se nuk ka qenë bartës asnjëri në një funksion dhe një posti ekzekutiv, përveç si deputet. Kjo e bën atë, jo ndoshta vetëm me fajin e atij, por edhe me fajin e të tjerëve, se kur u paraqit nisma për Ballkanin e hapur, kryeministri shqiptar tha se pioner i Open Ballkanit është Ali Ahmeti. Edi Rama. Ajo ndonjëherë njeriu të pa informuar, të pa ditur, i duket mirë faktor o Open Ballkan, ko është pak punë, ti të bësh pioneri edhe ju fotografuat, ajo nisma u bë me takimin e Vučićit me Raman me ato në Novi Sad me Zaevin. Me Zaevin. Do të thotë ata dikush që nuk din. I vjen mirë se jam i rëndësishëm. Ai që është i rëndësishëm duhet të jetë edhe i përgjegjshëm. Duhet mbaj përgjegjësi. Ti shkosh fotografohesh me Vučićin. Atje nohor, të kisha, të bësh në kushte kur ti edhe nuk je i detyruar, nëse nuk je bartës, ti nuk je simetrik me Vučićin. Vučići është kryetar shteti, Rama kryetar qeverie, Zaevi është kryetar qeverie, nuk më shkot përzihesh si shundesh ti, kur ti formalisht nuk je simetrik, i barabart. Pse nuk je përgjegjësi si ata. Po ty të vjen mirë dalësh televizor se je faktor, mandaj tjerët janë fajtor që lejojnë ndikimin sërb. Rritjen e ndikimit sërb. Rritjen e ndikimit sërb ose serbski svetit. Serbski sveti përzihet dihet kë përfshin. Krejt sërbë, edhe në Kroaci, edhe në Bosnë, në Mallzi, në Maqedoni, kjo është serbski svet, edhe serbët e Kosovës. E ti shkosh futesh aty, e mandaj të mbash paraqitesh e të akuzosh tjerë se e kanë sjell këtu serbski svetin, është mendoj pa ftyrësi. A ne jemi dëshmitar, e s'ka kush i thot, ose të kërkoj vettingu edhe për mu. Po ti nuk je funksioner, çfarë vettingu kërkosh ti? Ti si je funksioner. Kush nuk ka funksionar, nuk mund shkruajnë vetting. Në vetting janë ato që kanë pas post ku kanë mund ta shpërdoren pronën shtetënore. Ti s'ke qenë hesht. Ama ata që kanë vjedh, ti i kërnuat, ti ajo që tërpunë, le tërgojnë ata. Se kush u ka thënë, ata thonë, ne vazhdimisht kemi
veprua, kemi vendosur, atë se kam shet, as grupi, as kush, as një ministër, as një drejtor. Ne ndëgjojmë, nuk e ndëgjojmë kryetarin, kryeministrin, ne ndëgjojmë liderin e partisë tonë, edhe ati i përgjigjemi. E po kësi sistem nuk ka në botë. Kjo ha në bukë vetëm të shtresat qytetarëve të pa informuar. Askund tjetër. Edhe më bisedojmë edhe për gazetarët, për atë. Kërkush nuk shumë të vene pyqësh ati, qka kërkon në besit të ti? Qarë vetin ku kërkon? Kush të thiri ti në vetin? Ku? Ku i drejtohesh në botën e jashtme? Ne më të kujtë. S'ke as një funksion. Edhe qatë që e ke një funksion që marrë shok, atë që se hapë shgojë. Nuk marrësh pjesë në seancat e kuvendit. Edhe kur jenë nuk flasësh. Dalë shkoj flasësh në Tropoj, Top Channel, në Klan. A këtu ku duhet, që thohat Mickoskit, Gruevskit, Siljanovskës, këtu heshtë. Tash edhe kemi këto lidhe me forumin që Në këtë kontekst, po. Desha lidhur me një ilustrim. forumin që mbajt në organizimin në organizimin e Odës Ekonomike të Maqedonisë, në Aleksandër Pallas dje. Si e vlerësoni në këtë? Po e vlerësoj një lloj manifestimi të ashpër të tendencave të sërbskës svetit, të botës sërbe këtu. Një shembull flagrant, të cilën me sa unë e kuptoj, ka qeni parapara që të fletë edhe kryeministri, sigurisht ma vonë e ka pasë, ajo po unë ka marrë... Sot kishtë edhe një reagim, se gjasme ka qeni një smurë, për shka që shëndet... Po në regullë e tjetë, dhe me thënë, po e ka pasë, nuk e ka vendin aty, a kupton, po ka mund mos e lejoj, Mickoski, një gjatë të tilë, këtu. Se kush i pengon kompanit, jo vetëm me Serbinë, me Shqipërinë, me Greqinë, me Bullgarinë, askush kemi marrëveshje me Bullgarinë për miqësi, për bashkëpunim, për kush i pengon subjektet ekonomike, ku i kemi bashkëpunim ekonomik me Shqipërinë? Ku e kemi? As pak. Minimal është. Askush i pengon. Evropa e favorizon, thot, për para ju bashkëpunoni atje në ekonomi, lironi, liberalizoni kufit, për lëvizjen e njerëzve të kapitalit e krejt, nuk ka nevojë me Serbinë atë ta bëjmë vetëm ne, a kupton? Pse mendoni se ndodh kjo? Pse Stenkoviqi me Serbinë? 200 biznesmen ishin pjesëmarrës, 300 të pranishëm, 300 pjesëmarrës, krejt. Po ajo është manifestimi simpative, se ma shumë të i pas parasysh marrëdhëniet me Bullgarinë, me Greqinë, që janë ashtu si janë, atëherë, Serbia, Vučići, gjenë hapësirë që sa më tepër që janë pranishëm këtu sërbët. Ai fakt është. Edhe nuk e pa dhe faktor kryesor, ai zavendës kryeministri Stojkoviqi. Kjo është ajo, këto kështu janë. Po e tham, kush i pari e ka nis, kush i pari e ka leju, pse s'përgjigjen. Krejtuhet përgjigjen, edhe tash. Çfarë pasojë mund të ketë ky forumi, këtij formati, këtij lloji? Po i favorizojnë, inkurajojnë lëvizjet pro-serbe në Maqedoni. Mbështetje idesë se sa më tepër lidhemi me bashkëpunojmë me Maqedonia, me Serbinë, e jo me përshkaqet njoftën, ajo me Bullgarinë, as me Shqipërinë, as me Greqinë. Me qenë se me Greqinë krejt ndryshe pak. Po në ato janë të pranishëm edhe për para. Po në raport me Shqipërinë, ku mendoni se qëndron fajt, te ne apo te ata? Edhe njësoj, ndoshta më shumë te ata. Nuk kanë, mendoni që nuk kanë një interes të tij? Absolut nuk kanë interes. Mendoj një gjë nuk e kuptojmë. Shqipnia edhe shqiptarët e Shqipërisë, edhe geografia, edhe historia e ka bërë vetën.
ne jemi dëshmitar, ti e unë shkojmë në Shqipëni çdo ditë, kupton. Ato janë të orientuar ka perëndimi edhe qytetarët, edhe me Italinë janë qelën dhe. Vete shohëm, se as pak këtu nuk janë të motivuar, të një edhe nuk munden, derisa bashkëpunon me Italinë, s'ka shka shtetet blet me Maqedoni. Objektivisht, derisa qelë me Italinë. A për Shqipërinë me 2 milionë e gjysmë banor, mjaftojnë vetëm Italia. Profesor, mirë po, në këtë kontekst tani të marrim këtë modelin e sërbëve që shfaqin vazhdimisht intereste për një pakic krejt dvogël të sërbëve, po marginale këtu në Maqedoni, ndërkohë që Shqipëria e cila ka 30-40% shqiptar në Maqedoni nuk interesohet. A mendoni se kanë edhe përveç atyre obligimit dhe detyrimit, po mendoj obligimit të interesit shtetëror ekonomik nga sfera ekonomisë, kanë edhe obligim kombëtar të Absolut, duhet kenë, por nuk kanë. As kanë pas, as kanë, as dhe kenë. Ne jemi tash kemi përparësis, jo vetëm që komunikojmë, shkojmë, vim, por edhe jemi mjetet e informimit i kemi në dispozicion. Vete shoha, përveç ato që favorizojnë dhe shqiptarë të Maqedonisë, hajdutët, ato, në Top Channel, në Klan, ne shohëm kujt ka. Si më tha më unë me një rast ministri i punëve të jashtme të Shqipërisë. Igliasani, zotë një që ditë, e shohasha edhe vetë, se kush është në mjetet e informimit, në mediat në Shqipëri i pranishëm për Maqedonie. 3-4 veja që në tha, kërkush tha nuk din as që intereson, nuk janë të informuar për për shqiptarët në përgjithësi, për pozitën e atyne. Ti e shohësh vetë, kryeministri shqiptar, thot, kur njerë s'kanë qenë pozita e shqiptarëve më e mirë se në kohën e Ali Ahmet. Që sharake, deklarata më që sharake. Që mund të kemë dëgjuar për një diplomati shqiptar. Më të math në botë, si Kisingeri e krejt. Pse shkon në tërpoj fletat që se i kam ndru kufit. Kufit shtetëror. As një centimetër nuk ka ndru në as një shtet antare të bashkimit evropian. E nuk do të ndrohen. Tjetër është lëvizja e lirë e njerëzve dhe mallrave, kufi, tjetër është ndrimi kufive. Ajo nuk vjen parasysh, kërkush se vjen rendite të ndroje Gjermania kufin me Francën, me Italinë e me Kretë. Kjo keqpërdorim i shtresave të pa informuara në Maqedoni për individëve, ne kemi tash dukunin ku e kemi që ai që eksponu më shumë, që ku e kemi tash, thot, nuk është aratis. Nuk është aratis Ardan Grubi, për se ndodhet në hapësirë shqiptare. A flitet kjo. Dhe me thonë, mund të vjedhesh, mund të shkrimi, mund të hish listën e zezë. Që se je në hapësirë shqiptare, çka nën kupton vetë ai e di, po edhe ne e di. Kësi gjanash ne ndëgjojmë çdo ditë këtu, edhe e thash edhe një ditë me një emision, kisha një mysafir këtu, sepse e keqja, po e thash edhe te Syri TV, e thash ashtu mu dha mundësia, se gabimi është se narrativën dërmuese, atë pjesën dërmuese të narrativës për gjendjen e shqiptarëve të Maqedonisë në Tiranë, mediat e Tiranës edhe mediat e Kosovës e ndërtojnë në sajt informacionit cilin për 24 vite rresht e kanë marrë nga partia shqiptare në pushtet, respektivisht nga BDI dhe Ali Ahmeti. Prandaj realisht nuk i kanë njohur problemet tona të cilat na tangojnë në këtë kontekst. Desha edhe diçka për në fund, zoti Edini, me që jemi nga fundi emisionit, këtë raportin cilin e diskutuam mes Maqedonisë dhe Shqipërisë. Po raporti me Kosovën si qëndron në këtë drejtim? Flas për dimenzionin ekonomik, atë që po flismi. Kosova furnizohet me derivate me këtë nëpërmes Maqedonisë, ndryshe edhe nuk ka mundësi. Edhe
Mendoj se ajo komunikimi ekonomik me Kosovën është shumë më intenziv, edhe i qytetarëve. Ne i shohëm se masovikisht kosovarit i kemi në treg, edhe kemi edhe ndërmarrje të Kosovës këtu që marrën. Ajo situatë më e relaksuar. Raporti ekonomik mes Kosovës dhe se janë edhe furnizohet për këtu Kosova shumë, po fatkeqësisht Kosova nuk ka prodhime. Për të vlerësuar këtu të ne. A ka nevojë për import prej Maqedonive. Për edhe me prodhimet bujqësore, që atje nuk funksionon ajo marrëdhëniet ekonomike dhe liberalizimi i këmbimit tregtar me Shqipërisë e Kosovës. Nuk shkon. Nuk shkon, ka bariera, ka obstruksione, ka. Ma e relaksuar është raportet ekonomike Kosovë, Maqedoni, po edhe komunikimi i qytetarëve, afërsia e kretë, se sa Shqipëri, Maqedoni. Zotë Eridini, faleminderit që ndatë këto minuta, këtë kohë për emisionin tonë. Shpresojmë se sa do pak kemi arritur të japim një ndryqim, sidomos procesit për cilin nuk ka pas edhe shumë, fatkeqësisht nuk ka pas shumë të dhënë për procesin e privatizimit, respektivisht transformimit të pronës shoqërore në atë. Pa qëllime se unë asë dikush shpallet se nuk ka faj, se s'ka pas mundësi edhe të ketë faja, kupton. Se edhe po të ishte, edhe unë të ishte ashtu dhe ishte. Që ishte ma mirë, jo se unë kam mungu. Faleminderit.